Dashur miq, ja ku takojmë bashkë në emisionin Këndi i Diskutimit. Martesa është e rëndësishme, është themeli i shoqërisë dhe është e shejtë sipas kuptimeve islame, ndërkohë që kur sprovat e jetës e vënë atë lidhje pra në rrezik, feja islame jep alternativa të zgjidhjes dhe ndarja nuk është e para, por e fundit. Pikërisht për këtë temë do të flasim sot me Hoxhën Rasim Haxha, i cili është me ne këtu në studio. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se u gjej. Para se të hyjmë te çështja konkrete e problematikës së madhe të shkurorzimeve, Hoxh, do doja fillimisht na tregoni për rolin dhe vendin që zë martesa në Islam. Atëherë në emër të Allahut fillojmë prej tij ndihmë falë kërkojmë, përshëndetjet lëvdatat Muhamedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që esin rrugës së tij dhe ka përmirësimet e tij deri në ditën e fundit kësaj bote. Është e vërtetë që për mu shpjegu mirë divorci, patjetër se duhet mu kuptu mirë martesa. Sepse divorci është shkatërrim i diçkafit. Mirë, çajo diçkafi, a është i rëndësishëm apo është i rëndësishëm? Se nëse është shumë i rëndësishëm, atëherë edhe nëse shkatërrohet nuk është problem. Mirë, edhe një pjesë e madhe, po e them këto si hyrje, sepse do të flasim për divorcin, një pjesë e madhe e divorceve ndodhin si rezultat që nuk e kuptojnë drejt peshën e madhe që e ka akti martesor. Është interesant që Allah i lartësuar të vetmin akt në librin e tij që e ka emërtuar me emërtim special është akti i kurrëzimit. Gjitha aktet e tjera i ka përmend që akte në përbonju marrëveshje kështu, ndërsa akti i kurrëzimit e ka quajtur Allahu mithaqun ghalidh. Ata që marrin vesh në arabisht është interesant çysh e ka bërë këtë përpilim Allahu me këtë dy shprehje, edhe mithaq edhe ghalidh. Mithaq do të thotë besë ama e fortë, ndërsa ghalidh është shumë e trashë, që do të thotë se është besë e cila nuk duhet mu prishas, nuk duhet mu thyj. Është besa më e madhe që ja jep njëri tjetrit, njerëzit ja japin njëri tjetrit në këtë botë. Pastaj martesa është i vetmi akt në të cilin Allahu i ka obligu me qenë prezent edhe dëshmitarët. Shitblerjet, e kontratat e ndryshme, e aktet e ndryshme, Allahu nuk e ka obligu dëshmin, domethënë me pas dëshmitar. Edhe pse me pas dëshmitar është më mirë. Ndërsa te martesa nuk realizohet martesa pa dëshmitar. Gjithashtu, te martesa te shumica e dërmuese dietarëve, Allahu e ka kushtëzuar edhe lejen e vajzës, prindit vajzës ose kujdestarit vajzës. Krejt kjo, për me tregu Allahu i lartësuar se akti martesor nuk është diçka i thjeshtë. Domthonë krejt këtu po duhet masa më marr. Këtë kjo përgatitje, gjitha këto kushte po duhet mu plotsu për një akt i cili është tejet i rëndësishëm. Madje është prej qëllimeve të Allahut lartësuar në kozmos, që në konkretisht në tokë, që jeta e njerëzore me vazhdu. E nuk ka mundësi me vazhdu një jeta njerëzore pa martesë. Pastaj nuk ka mundësi martesa me vazhdu pa e kuptu që është akti më i rëndësishëm dhe është besa më e fortë dhe nuk ka lojën tonë. Dhe Hoxh, dhe vin momente kur kjo lidhje, pra ky bashkim vjen në dilema apo rrezikon në ndarje. Cilat janë ato shkaqet më të zakonshme që çojnë në ndarje sipas fesë islame? Cilat janë të arsyeshme ato shkaqe? Fillimisht njerëzit duhet me kuptu realitetin e martesës edhe kontaktit mes njerëzve. Nuk ka mundësi me jetu me një njeri gjatë pa pas ndoshta edhe momentet sikletshme, pa pas nga njëherë edhe kundërthonje, pa pas nga njëherë keshkuptime. Këtu janë normale, domethënë ndodhin me njerëzit e shtëpisë, ndodhin me njerëzit e afërt, me shoqërinë, me vëllezërit, me prind, ndodhin këtu. Mirë, a do të thotë që çdo mosmarrëveshje, çdo problem mu shkput pastaj lidhja? Domethënë unë edhe vëllaim, prej nane, prej babe që jemi, i kemi ndru disa llafe jo të mira, kemi përjetu një situatë sikletshme, ose ma ka shkaktu një sikleta i mu, edhe ma këto përfundon gjithçka. A është kjo normale? Së është normale. Andaj këtë koncept duhet me bartë në çdo lidhje mes njerëzve që është në këtë botë. Qoftë lidhja martesore, qoftë shitblerjet, qoftë kontratat e ndryshme, qoftë te ortakritë e ndryshme që bëhet biznesi sot përmes tyre, duhet me pas parasysh këtë koncept. Jo në problemin e parë, në sfidën e parë, në pengesën e parë mu dorëzohet, me na smundemi me ecë bashkë. Se me qenë kështu, mu dorëzohet sfidën e parë, atëherë nuk kish me ekzistu
jetë në qeft bashkërtore, nuk kish me egzistu as një lloj i lidhjes së njerëzve, sepse ishte dosh më udhërzu në momentin e parë. Shembull të thjeshtë. Ai punëtori që punon ose punëtoria që punon dikon, ata marrë mendja që krejt karrierën e punës e kalon pa probleme edhe pa fjalosje me kolegët e punës, ose me shefin, ose me drejtorin. Mirë. Atëherë, nëse do të duhet dorëzohej në pengesën e parë, i thot drejtorit, mirë, neve s'na ecë mohabeti, nuk shkohet kështu dhe po e la punën. Ose për shkak të kolegëve unë nuk muj me vazhdo punën. A e thot këto? Jo, se thot pse? Sepse është rroga, janë ato të mirat materiale që i pret njeriu, edhe është përgatitur që unë po sakrifikoj për ty. Mirë. Tash në rastin nëse e krahasojmë tash me jetën bashkëtorë. Do thonë, nëse po i bartim gjitha ato siklete që na i shkaktojnë kolegët e punës, ose pjesëtarët e familjes, ose farefisi, edhe prapë po i vazhdojmë lidhjet me ta. Për shkak të një interesi të kapshëm, të prekshëm, që është rroga ose diçka tjetër. Mirë, a duhet me qenë tash një rrogë mujore më e madhe të na, edhe më e rëndësishme, se sa një jetë bashkëshortore? Valla unë me shefin nuk kaloj mirë, për shembull, thot. Mirë, po duhet me vazhdu patjetër sepse çatu e kam rrogën, çatu e kam bukën. Mirë, klina e ke jetën. Me gruan, burri me gruan ose gruaja me burrin, është jetë. Është më tepër se sa jetë, sepse lidhet jeta e fëmijëve kështu më radh. Edhe duke e pas parasysh këtë, fillimisht Allahu i lartësuar nuk e ka obligu njeriu që patjetër si të martohet, mo nuk bën me prish atë kontratë martesore, edhe u bo çka u bo, ndodhi çka ndodhi, jetut që jetut, shkut që shkut, nuk bën me prish, jo. Allahu i lartësuar e kalon zgjidhje shkurzimin. Mirë, po duhet ta kemi parasysh këtë një rregull. Shumë është më rëndësi. Ajo është se divorci është zgjidhje ku nuk ka zgjidhje tjetër. E fundit në këtë. E fundit. Domethënë duhet me i provu gjitha, nëse nuk funksionojnë. Atëherë, Allah e kalon derë të hapur, mirë, po jo derë fillestare. Shembull konkret është sikurse ato ndërtesat e mëdha që i kanë daljen emergjente. A del dikush për daljes emergjente? Nuk del. Sepse është dalje normale, është me ashensor, janë shkallët, është shumë e rregulluar mirë. Mirë. Dalja emergjente zakonisht nuk është shumë e rregulluar mirë. Mirë, po ajo i thënë dalje emergjente. Po u bloku kjo dalje, u pa mundësu me dalë për shkak të zjarrit ose për shkak të ndonjë rreziku tjetër, atëherë ku kalojmë ka dalja emergjente, mirë, po vetëm në rast kur na pamundësohet me dalë për alternativë e fundit. Edhe shkurzimi. Para se me artë shkurzimi, janë plot mundësi që do t'i përmendim në vazhdim të emisionit, që duhet mu shterë ato njerë. Për të zgjidhur probleme. Kur flasim për shkaqet që çojnë në shkurzim, a hyn këtu edhe mos respektimi i detyrave mes bashkëshortëve, obligimeve që kanë mes vete? Gjithsesi, kjo është përmend edhe fetarisht, po edhe praktikisht nga ajo që po e vrejmë në domethënë tek njerëzit, është një pjesë madhe e ndarjeve ndodhin për shkak të saj. Sepse secili prej bashkëshortëve akuzon tjetrin se nuk është në nivel të detyrës. Mirë, po për me kuptu, për me qenë nivel të detyrës, duhet me kuptu detyrën. Duhet me kuptu pozicionin ku e ke, që pastaj pe pozicionit tanë me vepru. Domethënë burri me vepru pe pozicionit të burrit, ndërsa dhe gruaja me vepru pe pozicionit të burrit. Sepse ndodh nganjëherë, edhe këto e kemi vrejt fatkeqësisht të shumë çifte bashkëshortore, që burri kërkon ose don me e bind gruan që edhe ajo me mendu njëjtë sikurse burri. Me pas ndjenjat e njëjta, me pas mendumit e njëjtë sikurse burri, ose dhe gruaja. E kërkon prej burrit këto, domthon njëjtë. Çka i bën kjo? Domthon sipas kësaj del që burri duhet mu shndrua në një femër me emocione e me formën të mendumit, edhe më bë dy femra në shtëpi, ose nëse këto e kërkon burri prej gruas, atëherë gruaja duhet të shndrohet në një burr, me mendu sikurse mashkulli, me pas ndjenjat e mashkullit, edhe pastaj i kemi dy meshkuj në shtëpi që se kompletojnë njëri tjetrin. Ndërsa martesën, Allahu i lartësuar e ka bërë që ata me kompletojnë njëri tjetrin, burri me kompletu mashkullin edhe mashkulli femrën. Domethënë burri me kompletu gruan edhe gruaja mashkullin. Pse? Sepse secili i mungon diçka. Se kështu e ka dhënë Allahu i lartësuar. Sikurse mashkulli ishte i kompletuar mos e pas nevojë për asgjë hiç. Atë s'kishte pas nevojë për martesë, ose edhe femra. E tash të drejtat dhe obligimet mund të jenë prej problemeve. Tash domethënë dalim te kjo. Nëse nuk e kupton rolin burri vet, ose nuk e kupton natyrën e jetës së gruas, ose gruaja nuk e kupton natyrën e jetës së burrit, atëherë këtu pastaj ndodhin
keq kuptimet. Edhe i thot ti si nivel detyrës. Për shembull gruaja burrit, ose burri thot ti si e kërkon me detyrat që të parashtrohen. Ndërsa Allahu i lartësuar i ka ndarë rolet. Femrës i ka vendosur disa detyra, edhe disa obligime, edhe disa punë, të cilat i kryen shumë mirë. Edhe nuk ka mundësi dikush krejt mashkujt e botës nuk ka mundësi me i kry më mirë se sa ajo. Përderisa burrit Allahu i ka caktuar detyra dhe obligime që krejt gratë e botës nuk mund me i kry më mirë se saj. Po përzitën këto role, pastaj përveç që ndodh problemi mes tyre, ndodh edhe akuzë se nuk jene në nivel të detyrave. Ndërsa Allahu i lartësuar qartë ka përmend këtë, thot walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, dhe gratë kanë të drejta me i kërku të burrat e tyre padyshim, sikur se kanë obligime ndaj tyre. Edhe gjithçka në botë e cila varet prej dy persona më tepër është e ndërtuar me parimin e të drejtave dhe obligimeve. Nuk ka mundësi çfarë dush aktiviteti me bëj, çfarë dush punë, çfarë dush me zhvillu. Nëse je vetë i dyti e më tepër, patjetër se aty ka obligime dhe ka detyra. Ka obligime që i ke ndaj personit tjetër, sikurse ke edhe të drejta të cilat mundesh me marrë prej tij. Edhe këto domethënë vetëm edhe një pikë të rëndësishme do ta përmendi këtu. Allah i lartësuar thot walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Thot ato kanë të drejta sikurse kanë obligime ndaj burrave sipas zakonit të adhetit. Është shumë interesant që Allah i lartësuar nuk kanë ndërhyrë në detaje. Për shembull, gruaja ka obligim me kry këtë detyrë, burri këto. Mirë, këto ja ka lënë Allahu i lartësuar zakoneve, edhe njerëzve. Në mënyrë që bashkëshortët me qenë më të lirë, edhe me bojet përderisa nuk e shkelin tjetrin, nuk e shkelin të drejtë, ose nuk i kërkojnë diçka të padrejtë, ose nuk janë neglizhent ndaj detyrave që kanë ndaj partnerit, palës tjetër, dhe ta bojnë jetën qysh atyre ju vjen më mirë, ose qysh është zakoni, qysh janë të mësuar me bojë jetën e tyre. Shembull, prej detyrave është se prej detyrave të burrit ndaj gruas është se burri duhet me siguru ushqim, veshmbathje, vendbanim. Demonstroj. Mirë, po se këto nuk ka ndërhyrë shariati, domthonë që ka rroba në mujt ose në vet, që ka ari, domthonë që ka vizita, pse? Se këto kthehen pastaj te jeta normale që e bojnë njerëzit. Po. Po dhe hoxh, cilat janë ato mjetet apo këshilla që feja e parandalon përmes tyre divorcin? Po. Ne e përmendëm më herët që divorci është zgjidhja dera e fundit, është zgjidhje kur s'ka zgjidhje. Dhe tek dietarët e juristët islam pothuajse një zëri thonë se shkorzimi ose divorci në parim është haram. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që për mu shkorizu do të me pas një arsye të fortë. Do të me pas një arsye të fortë e cila e lejon shkorzimin me ndodh. Për ndryshe, për ndonjë qef ose për ndonjë inati ose për ndonjë interes caktuar po ndami s'shkon kjo. Për shembull, njënit prej partnerëve nuk i pëlqen ngjyra e teshave çfarë i vesh partneri tjetër. Vallahi nuk po veshet mirë, nuk po mdoket, nuk më merr mendimin tim, shijen tim kur nuk e ka parasysh çka më vesh, edhe s'muj me jetun me to. Kjo është legjë s'është arsye, po shumë banale me thon kështu. Ose çka kam dëgjuar më e rëndë se kjo, domthonë për atyre që merren me domthonë avokatëve të cilët i përcjellin rastet e divorcit në gjykat, thot prej arsyeve që kam dëgjuar prej grave, thot se burri është fiksuar mas futbollit. Edhe vetëm futboll shikon. Mirë, hajde po ndosh me këtë. Tash kemë shkuar me marr një burr tjetër i cili është i fiksuar mas volejbollit. Ose domthonë këtë kur mund dalke. E kështu që domthonë përderisa shkurzimi është dera e fundit, edhe dietarët kanë thonë në parim është haram. Atëherë dhe arsye duhet jenë madhore për ndarjen. Ajo që argumenton këtë fjalë të dietarëve, edhe këta dietarë normal që nuk i kanë thënë këtë fjalë për vetes, janë disa pika të cilat nxjerrin prej ajeteve dhe haditheve që flasin për divorcin. Pika e parë, Allahu thotë walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Secili ka obligime edhe detyra ndaj tjetrit prej bashkëshortëve. Do thotë kry detyrat e tua. Pra duhet të shikoj kështu. Ta shikoj apo i kryen vetë detyrat. Po, kry detyrat e tua, kërkoj të drejtat tek pala tjetër, po edhe ai pala tjetër i kryen detyrat edhe mirë. Kjo domthonjë që mos më ndodh pastaj probleme që më ardhin shkurzim. Kjo e para. E dyta, Allahu i lartësuar thot
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. Nëse friksohet, do të thonë rrethi, familjet friksohen se po ndodh ndarja. Të mos më ndodh ndarja çka, dërgoni dy njerëz të urtë. Një ortak për familjes vajzës, një ortak për familjes djalit që le t'i pajtojnë ata. Pra, një lloj dialog, një lloj parafrimi i mendimeve ose më autoritativ, mirë po edhe që janë të urtë. Sepse mundet dikush me hy që javdon të mirën këtyne. Mirë po s'din me morë rolin mes tyre edhe pastaj ma tepër prish ky se sa që ndërton. Allah thot hakemen. Hakem do të përveç që i bjen si lloj arbitri që gjykon mes tyre, rrjedh edhe fjalës hikme që do të thotë se është i mençur. Në vlerëson situatën mirë. Edhe për ata nuk duhet mu përzi gjithkush në problemet e qifteve. Madje shumë për i problemeve të qifteve bashkëshortore fryhen edhe vjen divorci si rezultat i nxjerrjes së tyre dhe bombjes publike. Pastaj kur i publikon problemet, aty futet edhe ai dashamiri edhe jo dashamiri, edhe i mençur edhe jo i mençuri, edhe ai që i rënon më tepër ato raporte, edhe ai i cili tenton me i përmirësu. Domthon kjo pika e dytë. Pika e tretë, Allahu i lartësuar e ka kufizu kohën e shkurzimit. Domthon burri nuk mundet me shkurzu kur do të ngruan. Dietarët thonë se është koha e kufizuar kur i lejohet shkurzimi. Kur i lejohet shkurzimi, i lejohet në fazat kur burri më së tepërmi ka nevojë për gruan. Kur burri më së tepërmi joshet për gruas. E këto faza janë kur është shtatzan, gruaja kur është shtatzan, edhe kur është e pastër prej ciklit, pastrem në të cilin nuk ka fjet me ta. Që do të thotë se në të dy faza lejohet me, ose periudha kohore lejohet me shkurzu. Jashtë këtyre nuk lejohet me shkurzu kur ajo është me cikël për shembull. Nuk lejohet. Sepse periudha e ciklit dihet që i ka ato sfidat dhe problemet, edhe mundet me ardhur deri te shkurzimi më lehtë. Çfarë do të thotë kjo? Allahu po e kufizon kohën e shkurzimit. Domthonë jo gjithë kur dushti. Mirë, kohën kur e pret fëmin. Edhe pret që me përjetu bashkarisht me gruan, se u bot prend, ajo non ti bab, edhe mu gëzu të dytë, edhe me po fëmin shnash, shkurzojë nëse mundesh. Do të thonë, ndjenja e shkurzimit to është shumë e bresht. Në kohën kur ajo është pastru pas ciklit, edhe është pastrim që nuk ka pas kontaktin tim me to, normal që joshja është më e madhe. Shkurzojë në mësh. Do thotë krejt këtu Allahu po e kufizon. Pastaj vjen pika tjetër. Gjithashtu si mos parandaluese e shkurzimit përfundimtar, ajo është se Allah e ka bërë shkurzimin 3 herë. Do të thonë, nuk e ka parapasur, nuk e ka lehtësuar Allahu që me të parë, nëse e shkurzon gruan u kry ndahoj, ajo rrugën e vet tonë dhe mos bën mu bashku kur. Jo, Allah e ka caktuar shkurzimin e parë. Edhe pastaj kohën e pritjes, që do të thotë se mas shkurzimit të parë mund me rikthy ata jetën bashkëshortore që kanë pas. E ka caktuar shkurzimin e dytë, gjithashtu mund me korrigju veten edhe me rikthy jetën bashkëshortore që ka pas. Mirë, nëse të parën edhe dytën nuk thjellën, edhe nuk e korrigjojnë veten, nuk e përmirësojnë, atëherë ndodh shkurzimi i tretë dhe është shkurzimi i përhershëm. Gjithashtu edhe një pikë tjetër duhet të përmend këto, se Allahu shkurzimin e kalon në dorë të burrit. Mirë, këtu mundet me thonë gjithçka njerëzit, mundet me kyç edhe feministët. Mirë po, e dim na që femra është më e nxituar edhe më e shpejt në këtu do të ndalemi në detaje pak më vonë, ndërsa doja të pyes se sa ka rëndësi që të jetë një martesë e suksesshme dhe të mos shkojë drejt divorcit, drejt kësaj rruge, edukimi fetar i bashkëshortëve. Gjithsesi, edukimi fetar ose njohja e dispozitave të fesë i ndihmon shumë bashkëshortët që me të i kalu problemet. S'po thamë se pas probleme. Sepse jeta bashkëshortore nuk është e shtruar me qëllim të kuq. Dini këtë. Do se cilët ta dinë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, pejgamberi i Allahut, njeriu më i urtë, njeriu më i edukuar, njeriu më i mirë me familjen e tij dhe me gjithë njerëzit, një ditë ka ndodhur, shkon Abu Bekri në shtëpi, do monte vojza e vet. Aisha, e cila ishte gruaja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe e dëgjon Aishën duke folur me Zot të lartë. Domthon çka ka filluar një var grindje me fjalë mes pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe Aishës. Edhe tash Abu Bekri, që e donte pejgamberin alayhi salatu wassalam më shumë, sa futet në shtëpinë e tyre, pa pyet se çka keni te keni, sunë përballon këtë pamje edhe e godet me shuplak vojzën e vet. Po dhën Aishën. Çka bën Aishja?
O që tash, për me ikë për Ebu Bekrit, shehet pas shpinës pejgamberit alayhi salatu. Me ato që deri dje, në fakt, deri në atë qast, ishin duke bo muhabete jo të mira, muhabete të cikletshme, prap shpina e tij u bo më e sigurt se shpina e babës. Që do të thotë se problemet e kanë pas, po ka ditë pejgamberi alayhi salatu sallam qysh me i afro problemet. E krejt kjo është në saje të njohjes së dispozitave të fesë. Gjithashtu, pejgamberi alayhi sallam për këshillave që i ka përsërit shpesh, madje në haxhin Lam Tumerës, madje edhe pak para vdekjes, ka thënë istausu bin nisa'i khaira, silluni mirë me gratë. Për arsye se, do të thonë, këtu lindin shumë probleme nëse nuk e kemi parasysh këtë porosit pejgamberit alayhi sallam. Silluni mirë me gratë, pse? Sepse i keni marrë në besë të Zotit. Ato gra i ka rrit dikush, deri se janë bo 20 vjeç, 25 vjeç. I ka rrit dikush, e ka prish gjumin për të dikush, ka harxhu dikush shkollimin e tyre, mjekimin e tyre, veshjen e tyre, edukimin e tyre. Edhe ti e ke marrë të gatshme, me çka? Me lejet Allahut, sepse Allahu ka leju që na mu martun këtë formë. Për ata pejgamberi alayhi sallam thotë, silluni mirë me gratë sepse i keni marrë në besë të Zotit. Me lejet Zotit e keni marrë. Çfarë do thotë me lejet Zotit? Sepse para Zotit kemi dhënë llogari, me besën e Zotit a e mojte apo nuk e mojte. Premtimin që ja ka dhënë Allahut kur ja martu si fetar që ke qenë, ose si njësi dispozita të fesë, sepse unë do ta respektoj gruan edhe do të sillem mirë me ta. A ke qenë në nivel të kësaj përgjegjësie apo nuk ke qenë, edhe do të jesh përgjegjës edhe do të llogaritesh para Allahut për këtë. Dhe sigurisht do të flasim tani për disa elemente tjera që kanë të bëjnë më konkretisht për aspektin e shkullërzimit, por tani të dashur miq, shkutemi për pak çaste, rikthehemi pas pak. Rikthehemi të dashur miq, po flasim me Hoxhën Rasim Haxha lidhur me shkullërzimin këtu te këndi i diskutimit, ndërsa tani Hoxh do të ndalemi te ajo që paralajmëruam pak më herët. Pra te hapat që duhet të ndërmarrë një burr para se të vendosë për çështjen e shkullërzimit, e përmendet që është e drejtë apo vendim ekskluziv i burrit për të marrë në dorë çështjen e shkullërzimit. Mirë, po kjo e drejtë është për burrat, ata që me plot kuptimin e fjalës janë burrë. Përndryshe, nëse s'është burr, atëherë humb këtë drejtë ose i humb kuptimi kësaj të drejtë. E kur Allahu ja u kalon meshkujve ose burrave, bashkëshortëve, në këtë të drejtë të shkullërzimit ja u kalon përderisa ata nuk e kesh përdorin këtë. E nëse nuk e kesh përdorin, burrat janë më të ngadalshëm, domethënë nuk nxitohen sa gratë, janë më të ngadalshëm tek emocionet dhe ndjenjat, edhe për ata Allahu i lartësuar ja kalon përgjegjësi edhe të drejtë burrave. Përndryshe, nëse burrat bëhen si gratë, edhe çdo dytën fjalë, unë të ndaj, unë kështu, të thonë, më kë e humb kuptimin e burrit. Kë mbetet mashkull mirë, por nuk mbetet burr. E pse Allahu ja kalon të drejtë burrit? Ja kalon për dy arsye. Arsyeja e parë për këto që i përmendëm. Arsyeja e dytë për më tregu se, domethënë, ti duhet me qenë në nivel të përgjegjësisë, edhe mos më ungut edhe me ditë kur me dhën shkullërzimin. Po në anën tjetër, gruas e kalon një mundësi tjetër. Ajo është kur gruaja kërkon shkullërzim, qoftë në gjykatën, sipas shariatit, që e shpjegojnë dietarët, qoftë tek njerëzit e saj, domthonë te familja e saj, kryesorja ajo e kërkon shkullërzimin, unë do mundo për burrit, pastaj mirët dhe diskutohet ankesa e saj edhe kërkesa e saj, nëse i plotson kushtet edhe realizohet edhe vjen funksion. Edhe rasti tjetër tek femra është kur ajo kërkon shkëputjen, domthonë jo shkullërzimin, nuk i thuhet shkullërzim, po i thuhet shkëputje lidhjes martësore që është khol, kur ajo do me e prish prej vetës. E tashi, në këtë rast, nëse burri e miraton, edhe thot po, atëherë, domthonë janë disa procedura që duhet me ndjek, sikur se pejgamberit alayhi salatu wasalam në një rast kur gratë
e ti fillon mu anku se nuk kemi veshje, nuk kemi këto, sigur se gratë që janë. Atër pejgamberi alayhi salam tha unë që ti jetë që e bëj, si që e bëj une, nëse jeni të gatshëm e bëj dhe ju, vazhdojmë. Nëse ju, atëherë sicilla prej juve le të deklarohet tash. A e gatshëm e vazhdu jetën apo s'është e gatshëm e vazhdu jetën me mua? Edhe një ka një, pejgamberi alayhi salam më pyeti. A je interesuar me vazhdu jetën me mua? Domthon si gruaja imja apo po ndohemi edhe ti rrugës tane, edhe të gjitha thanë jo, nuk zgjedhni kur gjatë dunjas para pejgamberit alayhi salatu sa me kësaj i thojnë khol. Mirë po, burri gjithashtu po dhe gruaja, po burri duhet me pas parasysh që kur jemi te divorci. Patjetër se duhet me kalu ka hadithi që e shpjegon pejgamberi alayhi salatu sa shkaktarin kryesor të divorceve. E që është iblisi. Mirë po na nuk do të mjaron gjithmonë fojnë atij. Edhe vjen dikush të jam ndau me gruan se ka shtin shejtani. Po pse e ke dëgju? Ose gruaja thotë jemi ndau po kemi dëgjuar shejtanin. Pse e keni dëgju? Mirë po, pejgamberi alayhi salam po don me thonë që shkurzimin e shkakton shejtani. Kujdes. Prej tij edhe kujdes për shkurzimit. Jo me thonë që valla ndodhi çka ndodhi fajtori është ai, sa ajo ty është. Ja. Nuk lirohet prej përgjegjësisë, as burri as gruaja prej përgjegjësisë sa asaj që e veprojnë. Hapa tjerë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë iblisi, domethënë kryesori, mbreti i gjinëve, pa besimtar, e ka frorin e tij mbi deti, mbi ujë. Prej aty i dërgon ekspeditat. Do njerëz të vet, ushtarët e vet, shpërndohen nëpër tokë edhe bëni çrregullime sa të moni sa më shumë. Tash kur vin me i raportu, hadithi është i vërtetë te Sahih Muslimit, kur vin me i raportu pejgamberit alayhi salatu wasalam, vjen një anë dhe thotë unë kam bë këto, thotë kur gjithë s'ke bë. I duket pak. Më i bën ka bo çrregullime, ka shti dikan me vjedh ose dikan me shose me boz zino. Po thotë s'paske bë kurrë, pak pas ke bë. Vjen një anë thotë kur gjithë s'ke bë. Vjen tjetri kur gjithë s'ke bë. Vjen një anë edhe thotë unë thotë nuk i kom ndo filan çiftit bashkëtorë derisa i kom ndo ata. Se më largu për ty derisa i kom ndo. Thotë ej aty këtu. Ti pas ke punusat. Mirë. Veç më ndole dhe më analizosh ta. Do shejtani, iblisi po i gëzohet kësaj pune. Shejtani është armik i joni, është armik i permetuar me joni. Tash armiku jon po i gëzohet edhe po kënaqet me diçka që na ka ndodhur neve. Me çto me ndu ballësht. Tohon popullit na kanë thonë ja kënaqet zemrën hosmit. E kanë thonë këtë fjalë. E tash hasu më të madh, armik më të madh, se sa shejtani skemi. E tash shejtani po i gëzohet kaq shumë në punës që mundet me na ndodh neve që është divorci. Veç çto me pas parasysh, kish me mjaftu se sa i rrezikshëm edhe sa me pasuja është shkorzimi. Dhe më thënë, kjo si hadith i pejgamberit alayhi salam që duhet ta kemi parasysh gjithmonë, por normal duke mos u shfaqsu për përgjegjësisë që e ka burri dhe gruaja. Dhe parashit është ndër hapat këshillimi, diskutimi, dialogimi mes problemin mes bashkëshortëve para se të merret një vendim. Gjithsesi, kjo domthon në esencë jeta bashkëtorë duhet të jetë kjo. Sepse bashk. Në emisionin e kaluar sociologëve e përmendin nga shkaqet sociologjike janë mungesa e dialogut mes bashkëshortëve. Që çojnë në divorce në vendin tonë. Këto tek e fundit janë nga ato studime empirike që janë bërë. Edhe ulumtimet në mejdan. Mirë po gjithsesi jeta bashkëtorë duhet të jetë e bashkërisht. Domethënë të jetë me pjesëmarrje aktive dhe gruaja dhe burri. Po normal duke mos u përzi në punët e tjetrit. Mos i marrë rolet e tjetrit. Ama për ndryshe, nuk ka problem, po thuj se që nuk zgjidhet me dialog. Edhe me kuptim. Edhe shumica e keq kuptimeve, shumica e problemeve, shumica e frikave, shumica e dyshimeve largohen përmes diskutimit ose përmes dhënies mundësisë edhe partnerit që edhe ajo me qenë pjesë, ajo ose ai me qenë pjesë aktive e familjes. Ndodhin probleme, ndodhin telashe, për shembull, ndodhin dyshime që njëri prej shkaqeve gjithashtu kryesore që është në shkurzimit është dyshimet e bashkëshortëve ndaj njëri tjetrit se ka martesë fshef, ka martesë, ka tradhti, ka mashtrim, ka kështu. Me çish largohen këtu. Kur i thon, kur s'flet, kur s'diskuton, kur mbyll këta ose kur i thuhet se s'është punë jotja. Ato dyshime e problemi mund të thellohet. Ato pastaj shkojnë të thello derisa të bëhet hendek i madh që nëse bjen to pastaj s'u ndel më prit. Dhe hoç çfarë rregullash duhet të respektohen gjatë periudhës së ndarjes? E përmendët 3 etapa apo 3 mundësi të ndarjes dhe këto a shërbejnë si mundësi për ribashkim apo jo? Gjithsesi. Domethënë e përmendëm që këto 3 shkurzimet që i kalon Allahu i lartësuar, ja kalon mundësi
burrin këtë rast më tepër, i cili ndër të cilit është divorci, që me e korrigju vetën. Ma herët e përmendëm gjithashtu që nuk lejohet shkurzimi, ose është shkurzimi ndalum, ose shkurzimi bidati, thëjnë djetarët, bidej, nëse ndodh jashtë këtyne 2 periudha që e përmendëm ma herët, në pastrimin, pas ciklit, në cilin nuk ka pos kontaktin të me gruan dhe gjatë shtatzanisë. Jashtë këtyne 2 periudhave është shkurzimi ndalum. Pastaj, a llogaritet shkurzima, nuk llogaritet, është diskutim në vete kje. Po kryesori Allahu e ka ndalu që në periudha tjera me shkurzu gruan. Pastaj, gjithashtu e kanë ndalu Omer radhiyallahu anhu, për politika e ka bërë që mos me i shqiptu 3 shkurzimet për njëherë. Për shembull me i thonë burri gruas, të shkom shkurzu 3 herë, atë që jam të dosh me heq dorë për teje sa më herët. Jo. Për ata Omer radhiyallahu anhu, edhe pse nëse i ka thonë dikush gruas të vet në kohë të pejgamberit alayhi salatu wasallam që të kum shkurzu 3 herë, o llogarit një shkurzim, Omer i ka thonë 3 shkurzime të llogarisme. Këto janë politika sheriatike që i lejohet udhëhecit me i bë, për arsye se Omeri thoshte ju vallahi ka dhënë mundësi të ngadalsuar, ju po e ngotni. E tash, gjatë shkurzimit të parë, gruaja ka periudhën e pritjes, që gjithashtu është temë vete, ku do të më bë pritjen? Në shtëpi të burrit. Mirë, po jo me i shërbi burrit, jo me flajt me thojme. E tash burri, gjatë kësaj kohe e sheh gruan të shtëpia aty, mo nuk e ka shërbimin, nuk e ka biseden, nuk e ka shtratin, nuk e ka ta, edhe çka i vjen ajo ndjenja e përmirësimit, e korrigjimit vetes, son pas na gabua, bëshë që s'po bëj ka jeta vet, s'po bëj ka jeta pa to, që ma let me rikthy vendimin, do të thonë u kry, do të thonë pa rikthem jetën. Gjithashtu, edhe mas shkurzimit dytë e njëjta gjë vlen. Që gjatë kohës së pritjes, gruaja duhet me prit me kalu në shtëpi të burrit. Mirë, po normal duke bërë jetën vetaj, ushqimin vet, fjetën vet, bisedat vet. Pra, vetëm strehimin e ka aty. Po, do më thonë që thjesht më u kon një lloj joshje për burrin që me rikthy vendimin. Do më thonë, qartë shihet që Allahu nuk po don, edhe nuk është dëshira e Allahut këtë rast që këta më dhon fund jetën bashkëtorë. Pastaj, nëse ndodh shkurzimi i tretë, atëherë është ndamje që s'ka më bashkim mas kësaj ndarje, sepse i 2 mundësit që i pat, i dëgji, nuk përmesu, ose nuk e korrigjej vetën, pat mundësi edhe nuk e bani, pastaj vazhdimit të ndomës. Ka momente kur divorci është i pa diskutueshëm, pra i pa shmangshëm. Po, gjithsesi. A më thonë, ka rast të kur s'shkon jeta. Ndodh. Edhe kjo ju ka ndodhur edhe shokëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, pse ju ka ndodhur rradh. Mirë, po, çuçi tham më herët, nuk është patjetër që kur të martohet burri dhe gruaja, një çift bashkëtor, me vazhdu deri në vdekje jetën, u bë çka u bë, krisi kiameti për ta, shkon jeta, jo. Vetëm se duhet me pas me të vërtet arsye të fortë, dhe të justifikueshme sheriatikisht, ose praktikisht që s'mundet me vazhdu më jeta e tyre, atëherë ndahen. Dhe hojtë, sa është korrekt divorci në tension? Sa ka rëndësi që kjo të ndodhë në një gjendje të qetë, pra të diskutohen pasojat e divorcit, të njihen ato, pastaj të merret vendimi? Këtu do të kemë parasysh çdo çift që mendon në shkurzim, që jeta bashkëtorë nuk është vetëm e tyre. Se mendon që, sidomos çiftet e reja, gruaja dhe burri mendon që jeta është e tyre, e ndojmë jetë, i ndojmë rrugë, ti udhën tonë, unë tamë. Jo, këtu i kemi fëmijët. Po edhe nëse s'ka fëmijë, kemi 2 familje. E kemi shoqërinë, që çdo shkurzim në shoqërinë tonë e rëndon atë shoqëri. Domthon sa më tepër shkurzime është shoqërima e dështuar, e dihet. Domthon këto e thënë gjithë. Sa më pak shkurzime, domthon është shoqëri më e ruajtur edhe më e përmbajtur. E kështu që në jetën bashkëtorë bojnë pjesë edhe disa elemente të tjera. Domthon ku mbeten fëmia. Pse e përmendëm më herët që shejtani, iblisi, i gëzohet më tepër ndarjes që e ban ky iblisi i vogël, shkatërrohet celula e shoqërisë. Arsye se domthon shkurzimi prek shumë faktor, jo vetëm gruan dhe burrin. Më han përveç bashkëtorë, ku janë fëmia? Mu rrit rrugëve. Pastaj shumë më e rëndë është për fëmin, mu rrit larg prindërve duke i pas gjallë sesa duke mos i pas hiç. Sepse nëse i vdesin prind, është një farë ngushëllimi, domethënë edhe për shoqërisë dhe e ka një farë ngushëllimi shtoj Allaja. Mirë, po babën gjallë, nënën gjallë, ata jetojnë vetë, as me nënën as me babë. Kjo është çfarë edukimi edhe çfarë ndërtimi kanë pas këta fëmijë. Pastaj familjet e tyre. Pastaj ajo grua, ku ka më shku? Ka me marrë një burr tek partnerët, si ndikon kjo? Po, domethënë kjo nëse veçanërisht tek gratë. Nëse ke grua
kërkon shkurëzimin për shkak, domethënë për arsye jo të justifikueshme. Mirë, nesër nëse do të më martu, prapë kam ndodhur njëjta, sepse janë çështje probleme të cilat përsëriten, edhe burri. Të njëjtësh, nëse ndodhet për gruas për shkak të arsyeve pa justifikueshme, atëherë prapë kam marrë një grua e cila ka i përsërit jo të njëjtin problem, po një problem ngjashëm me to që apet duhet më. Mirë, kur mu stabilizu jeta kështu. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wasallam këtu duhet të këshilloj gjitha gratë e martuar të cilat mendojnë në shkurzim, e të cilat e ndin vetën muslimane. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, çdo secila femër e cila kërkon shkurzim pa të drejtë, mundo prej burrit. Kërkon shkurzim pa të drejtë prej burrit pa arsye, le ta dinë që nuk ka me i dëgju erën e xhenetit. Nuk ka musliman që nuk e shpreson xhenetin. Mirë, tash le që kjo grua nuk ka me qenë në afërsi të xhenetit. Ndomon xhenet s'ka me hyjë me të portë gjithsesi, po s'ka me qenë asafër, sepse as erë nuk ja dëgjon, se era e xhenetit nihet larg. Nihet larg era e xhenetit. Kjo as erën e xhenetit s'janin, që do të thotë se më të vërtetë është një kërcënim serioz për gjithë ata të cilët zgjidhjen e parë në problemet e tyre e kanë po ndonjë. Unë ndona, unë shkoj te baba për shembull, ose burri thotë unë të ndajti, unë të lëshoj, se kam dert për fëmijën. Çfarë prindje është? Çfarë jetë, domethënë, çfarë seriozitetin jetës është? E kështu që duhet ta kenë parasysh të dy palët, po sidomos femrat, sidomos në kohën edhe në rrethonat e tona ku femra mbështetet, madje edhe trimlohet nga ligjet edhe nga ambienti që ajo më kërkush shkurzim. Edhe nga shoqëria, ndoshta edhe nga rrethi. Edhe problemin e parë që ja tregon shoqeve për shembull me burrin, të ndajë të si çeçon. Ti ke rrugën ti këtë. A nuk e di që rruga është një pjesë e vogël e jetës, jeta është më e gjatë se sa rruga. Jeta është më e gjatë dhe më e madhe se sa karrierë. Dhe çfarë mesazhe keni për çiftet të cilët kanë probleme në martesë? Cila është zgjidhja? Si duhet zgjidhur problemet? Mirë, atëherë ja kisha dhënë mesazhin disa pika. Pika e parë, mundohuni me i zgjidh problemet vet. Pa e impliku askënd në problemet e juaj. Nëse s'mundeni, atëherë gjene dikant i cili ju ndihmon. A më ju ndihmon, është i sinqert, është serioz edhe din më ju qas problemeve. Pika e tretë, mos e fut një gjithkan në probleme. Nga njëherë dhe prindët e tu mos i fut gruas me hanë. Pse se ajo ndjenja edhe mshuris, edhe mshirës për vajzën e tyre, ndodh nga njëherë që ata tu dosht me rregullu, tu dosht me mbrojt vajzën e tyre, me i rënu raportet mes burrit edhe gruas, mes dhënave tyne edhe vajzës tyne. Edhe kjo ka ndodhur. Domon ka ndodhur, kemi dëgjuar raste kur disa prej burrave që i kanë shkurzuar gratë tyne thotë nona dhe baba, na u përzishin shumë shpejt. Pra nga dhe mshuria mund të ndikojë negativisht. E kështu që mos e përzini askënd që mundet me ja u prish raportet ose me ja u ranu të atrën dhe gjendjen edhe më tepër, edhe nëse janë të afërt, edhe nëse ja u dojnë të mirën përderisa nuk din qysh më ju qas probleme. Dine, pika e 4, nëse s'ka bëj, pika e 4 dine që nuk ka jetë pa probleme. Pika e 5, nuk ka problem që s'ka zgjidhje. Pika e 6, për kretë të probleme, për kretë këtu sabër që e bëni, edhe që e përballoni një tjetrin, edhe i te i kalojnë këtu probleme, tek Allahu do të shpërblehi enkas për këta. Burri që bën sabër për gruan, pse ja thot nga një fjalë tron, ose pse nuk sillet mirë nga një herë, ose sabrin që e bën, edhe që i kalon këto, do të ketë shpërblim ekstra tek Allahu i lartësuar. Edhe gruaja kështu. Edhe nëse e nin veten nga një herë të lanën anash, të linçume, të anashkalume, të nënçmume, nëse tregon sabër, edhe tregohet të kujdesshëm që me i kalu këtu, pastaj me vazhdu jetën, me lejen e Allahut do të ketë shpërblim ekstra tek Allahu i lartësuar për këto probleme. Feja vazhdimisht ofron mundësi zgjidhje dhe divorcin si të fundit, por gjithsesi edhe me pasoja pastaj. Gjithsesi pasojat janë mirë, po kur pasojat janë më të mëdha me vazhdu jeta bashkëtorë, sesa më u shkput ajo lidhje bashkëtorë, atëherë feja gjithashtu e bën atë ballancimin mes domeve. Nëse i kemi dy opsione me dame përpara, dyat janë dëmshme. Mirë, po njëna është me dëm më të madh, tjetra më të vogël, atëherë marrim më të vogël. E tash nëse ndarja është më pak e dëmshme se sa vazhdimi i jetës bashkëtorë, atëherë ndajmë. Mirë, po nëse vazhdimi i jetës bashkëtorë është më pak i dëmshëm se sa ndarja, atëherë i thojmë bani sabër, duroni, sepse do të keni të gjitha ato që i përmendëm, edhe vazhdoni jetën bashkëtorë. Ne falenderojmë shumë për trajtimin e kësaj teme, hoxh. Faleminderit edhe juve.
Dashur miq, kaq për sonte, faleminderit shumë që na ndoqët, mirëmbëjtje.